Radio Megavox, emisioni Shpirti I Lënduar. Shpirti I Lënduar. Edhe sonte jam vetëm, edhe nesër ashtu do t'jetë, sepse ti më nuk vjen mshehurëzi të hysh në dhomën time, as unë më nuk mund të vi. 1000 herë jam betuar se do të harroj, se më nuk do të dua, se nuk do të mendoj më për ty, dhe më mjafton që ta dëgjoj vetëm një këngë që ti dikur e lëshoje për mua, dhe prap bie viktime dashurisime të çmendur. Filloj të qaj si fëmijë dhe pyes me vete, a thua ndonjëherë a më kujton? Pse s'më thua se s'më do? Pse s'më thua se më neverit fytyra jote, e më çmend prania jote? Por jo, ti më thua se më do, se më ke dashur edhe më parë, se të vjen mirë kur më takon, se ke dëshirë të rrish me mua, se ende të pëlqen putja ime, se je dhe se do t'jesh gjithmonë për mua, vetë se rrethanat nuk na lejojnë që të bashkohemi. E pse? Pse I dashur im nuk më thua? Pse ne nuk mund të jemi bashkë për gjithmonë? A thua ku gabova? Çfarë nuk kam unë që ti dëshiron? Pse të paktën nuk më shkruan nga se nuk mund të më thuash në sy? Jam lodhur më nga jeta. Më parë jetën e shija me një sy tjetër. Isha shumë e lumtur. Por sot jam vetëm. Nuk kam vullnet më për asgjë. Dikur shkruaja poezi për ty, për veten, për dashurinë. Me një fjalë, ti dhe kuptim jetës sime. Ti më mësove të dua, të puth, të dashuroj, të vuaj, të qaj, dhe më në fund, po më lë të vdes. Nuk e di nëse kam ditur të dua, por e di se të kam dashur shumë. Unë më nuk di të dua. E po, që më duhet jetoj pa asnjë veti njerëzore. Edhe ashtu jeta po më kalon në gjumë nga qetësuesit. Po, së shpejti do të marrë fund, edhe pse nuk e di se si. Kush e di, ndoshta duke u përballur me vdekjen, do ta dua jetën për të shpresuar dhe ndonjë ditë. Ndoshta duke përshpëritur emrin tënd, do të shkoj në amshim, por të lutem të më plotësosh një dëshirë. Nëse ndonjëherë ke nevojë për mua, për ndonjë fjalë timen, eja te varri im dhe më vizito, sepse të betohem se për ty jam bërë e tillë, për ty po vdes, dhe të betohem se për ty do të ngrihem nga varri, dhe do të përqafoj shumë, do të puth me mall si gjithmonë, Kosovarja.